çka po ndodh në Maqedoni, në situatën aktuale politike. Në pushtet është VMRO. Thonë, Tim Shkupi po ban përçamje. Unë nuk baj përçamje, por tani VMRO-n e kemi ndonë në tre sekte kryesore. Sekti i parë është sekti Mickovskit me Pothadorin Fatmir Limonin, sekti i dytë është i Zaevit brenda VMRO-s, dhe sekti i tretë është i Nikolovskit, ministrit transportit për lidhje. Pra, kemi VMRO shqiptarsko, kemi VMRO srpsko, kemi VMRO muslimansko, kemi VMRO bugarsko, kemi VMRO makedonsko, por nuk kemi VMRO albansko. Unë jam imam i shqiptarëve. Ja sam albanski imam. I znam što ima da bide tu kao Makedonija. Falni se do të më folë edhe gjuhën maqedone të më kuptojnë mirë. To klyshat e xhemjetit Nikola Pashiqit me Azizoglu.